sido që tjetë, na do të mundohëm ma shumë me nëzit vllaznin musliman, me nëzit njerëz të xhamia, me i lezu këtu figura, me i studiu këto njerëz. Ta janë njerëz të popullit tonë dhe janë figura që na do të me qenë krenar me ta, sigurisht, edhe është e pandeshme, mos me i njoft. Fillem, më lejoni kështu si në general, do është me diskutu pse kemi nevojë për figura dhe për heroj, edhe pse do të me diskutu këta emra, edhe pse nuk guxojnë në asnjë stat me haru. E para është krejt popujt e botës, krejt historitë e botës, ku lumtojnë figura dhe personazhe me të cilat kanë qenë mu identifiku për atyre. Kandeherë, populli shqiptar është i çuditshëm, edhe na si musliman të në trio jena të çuditshëm kandeherë. Nëse në pyetni pse, për arsye se krejt bota don me ngrit figurat e veta, don mos me lënë Shqipën, kërkon herojve emra të mëdhenj historisë tyre. Edhe ku jo në kusion i gjajnë i qesin e i promovojnë e i reklamojnë e kështu më radhë. Na është interesant, pak dikush me bone emën, pak dikush me fillu një heroizm, nuk e lam pak pa ataku e pa asha, pa bo përpjekje me ahullumtu veç ato pikat e dopta dhe gjithçysh me thjesht me njollos figurën e tij. Ka njerë t'jen keq shumica e figurave shqiptare edhe herojve shqiptar, t'jen shumë keq që qofshin ata, domethënë, pavarësisht fesë tyre, zakonisht t'jen keq që sjet asnjëri pa njollosën, sjet asnjëri pa ofenduar, pa i shame, pa ja shpreh maksimum e gjitha të metat e ligat që mendoj se është e disfavashme, nuk është e mençme, edhe është, domethënë, propocion të kundërt me krejt kulturat e popujve. Krejt popujt i ngrisin figurat, i ruajnë figurat, nuk pranojnë bashkëlet me i prodhos figurat. Na dyqysh me qef jem popull që kogja fort e kem qef edhe para gjykimin, edhe si popull kogja fort kena qef me një gjetë shible dhe pika të zeza figurave. Është shumë përmetal keq, kur na po flasim sot për Mulla Idris Gjilanin, është përmetal keq kur ka shumë shqiptar musliman që se dia e ka njëna herë emnin, edhe se di e din krejt historinë detajet ti, ndërkaq, në 2008, vitin 2008, 40 intelektual indian të Indis e kanë bo një liber 100 udhëhecit më të mëdhej të shekullit 20, 100 udhëhec ose 100 njerëz më me ndikim historinë e muslimanëve gjatë shekullit 20, për çudi, ata pe Indije kanë pas vakt edhe kanë pas kohë me studiu jetën e Mulla Idris Gjilanit, edhe Mulla Idris Gjilani mu fut si njëri prej njerëzve ma me ndikim historinë e muslimanëve për gjatë shekullit 20. Edhe kjo midis Indije, libra është sot edhe mura informata që është ardhe në Kosovë dhe familja e personazhet fjale banë këtë libër, edhe domethënë edhe India ka pas vakt me llogarit si njëri prej njerëzve ma me ndikim shekullin 20. A fatkeqësisht shumë musliman, shumë vllazni musliman kanë erë, se dia kemë bëllë informata për këtë njëri. Ose shpesher sa mësohet ky njeri për libra të shkollave tona, sa mësohet për universitetet tona, sa citohet besa edhe në xhamia tona, edhe sa një masa e gjandi Mulla Idris Gjilanin që krejt jetën e tij e ka fliju për këtë atë dhej. Edhe në fund është lyme benzinë dhe është djeg vetëm që ai s'ka pranu me i shkel parimet edhe atë dashurin që ka pas shpirtin e tij. U du veç një 4 pika munal në këtë farë fillimi, po pja filloj prej një fjale turte ka thonë një filozof, kush e harron historinë, është i detyruar të përsëris atë. Kush e harron historinë, është i detyruar të përsëris atë. Por me çmim shumë të rëndë tani. Nëse kemë pas një luftë edhe se kujtojnë, nëse kena pas lufta dhe nuk i kujtojnë sakrificën e njerëzve, kontributin e njerëzve, gjithçysh ka mu përsërit historia veç. Kur përsëritet tani, përsëritet me çmim tepër të rëndë.
Prandaj, na nuk guxojnë në asnjë situatë me harru kontributin edhe historinë e këtij burri kaq të madh, edhe mendoj që sidomos si komunitet musliman duhet me qenë shumë krenar që kemi dhënë kësi burrash për këtë vend. E para është pse ka nevojë me diskutu njerëz sikur Mullai Idris Xhilani, për arsye se trit tonë sot ka nevojë për figura që janë heroj dhe kemi nevojë për figura që na me pasu, me ndjek, me imitu. Funit njeriu është qenie që e ka kriju Zoti me imitu. Pesi të lejnë ka qef me imitu tjetrin, është instinkti njeriut. Edhe që ato që e ki për balë, që ato që e dënë edhe ki figur, që ato e imitën. E dyta është ngjallje emnave, sikur Mullai Idris Xhilani, e të ngjajshëm, ose mbjellin, ose e ringjallin krenarin në shpirtin e muslimanëve dhe shpirtin e adhëtarëve. Asnjë gjë më shumë nuk e ngjall shpirtin e krenarisë se sa kur të lexojsh për herojt e këtij vendi, kur të lexojsh për një burr që ka jetuar veç 48 vjet. Edhe për 48 vjet ka hyrë hero në historinë e gjithë shqiptarisë. Unë për veti jam mundu pak se ku lezu krejt, po jam mundu me lezu pak librin e tij me të vërtet motivon edhe të jep ta ngjall shpirtin, ta ngjall krenarin, sidomos ndoshta unë si hoxh, edhe të shtim shumë me mendu thellë një hoxh, çfarë kontributi, çfarë sakrifice, edhe sa ka derë në mund për këtë vend. E treta është nëse nuk përmenden këto figura, nëse këto figura futen në hije, nëse këto figura futen në mjegull, do të dalin figurat tjera. Vendin e tyre të zonë figurat tjera. Për që ta na kanë herë e kena një zakonisht atë gabimin që e bojnë të vazhdueshëm. Na i shojnë ato figura, s'ka pas nevojë mi shaj, s'ka pas nevojë ato të mirat me i qit, edhe qysh e kena thonë gjithë si dhezet qiri, tere, ik. Problemi është që figurat e mëdhaja si të hiqen për i skenës, si të mshefen, si nuk janë prezent, gjithqysh ajo është një hapësirë, aty është një vend, ka marrë një figurë tjetër, po kjo figura që është tash për momentin nuk është meritore për me që pas vend aty, sepse para ti ka qenë një figurë tjetër. Roli i kësaj ligjërate dhe për dëshira jam që ju më kthy edhe me studiu jetën e me njoft mirë kush është Mullai Idris Xhilani dhe ajo më motivu juve për ambicie dhe aspirata të larta, e që sot fatkeqësisht në derset e xhamiave tona, në këshillat e xhamiave tona, zakonisht flitet për aspirata tepër të vogla. Edhe sot kur rish me vllazni musliman kanë edhe karshifes aspiratat janë tepër të vogla. Kanë edhe kur përpasojnë afën e godina me konfetare, dëshysh po knaqen me një parë të spiqe të me i bo dhe dhekra mas farze, dëshysh për doket që u bo kiameti, u bo naj punë e madhe. Emnat si Mullai Idris Xhilani do të më na ngjall aspiratat e mëdhaja, me jetu për qëllime dhe synimet mëdhaja, mos me jetu për çështje që kanë herë janë tepër të vogla. E treta ishte nëse futen në hije figurat e mëdhaja, nëse nuk i njohin figurat e mëdha, edhe të famshme, edhe heroike, kemi njoh figurat e shpihunëve tradhare masni. Edhe e katërta është Mullai Idris Xhilani është argument edhe është sinjal edhe është krenari e kaluarës tonë drejtshme. Edhe asoj kombëtare edhe asoj fetare. Edhe sot aso dite kushdo që synon me hedh plohën edhe me hedh hi mbi figurën e hoxhës, mbi figurën e teologut, mbi ato që shpesher disa qarqe edhe këtë Kosovën tonë bojnë përpjekje fetar me paraqit si ju abdetar, fetar dëshyr si këta veç me Kur'anin, veç me qabe, këta s'kanë bojnë me atë dhej kur gjo, këta dëshyrshin si shpihuna, si interesën, këta s'furin kur për atë dhej, këta se kanë detin atë dhej. Këto qarqe që shpesher din me i filozofu këto vargjana shmire me këto retorikët ka njëherë hipnotizojnë, do të mja qitë ka njëherë si të qilingojnë, do të mja qitë librën e Muhamet Pirakut e mjallan ftyres, e me i kalzu që kjo është historia e të kaluarës hoxhallarëve, teologëve dhe burrave shumë të mëdhej që i kanë shërby
të njëtën këti kësaj toke, kësaj adheu. Edhe nuk është mirë dhe nuk është ndershme, që aq shpejt mu harru edhe sot për shembull kur të folit për hoxhën, dyqysh sikur me kondi diçka që vapi lindjes, a den hoxha, teologjia, teologu, dyqysh shumë me gojoni ty. Nuk është ndershme se veç pak më kthy në shtëpi, ta janë mulla, është mulla, është hoxh, i cili tani në atë pajtimit edhe fetari që ka qenë një kontribues i madh i çështjes kombëtare. Qito janë 4 çështje që më kanë shtyr mu bashk sot me diskutu këtë temë, edhe njëherë na kene nevojë me imitu figurat e mëdha. E dyta me ngjall krenarin, me mbjell nëse s'është, nëse është me ngjall. E treta me pas parasysh se nëse më shefin figurat e mëdha, në vendin e tyre mund vinë figura të vogla ose jo meritore për ato vende. Dhe e katërta është e kaluarja jonë e ndritshme, sidomos e liderëve fetar, e hoxhallarëve, është tepër e ndritshme dhe na duhet me qenë krenar, edhe duhet me qenë përgatitur që kushdo që mundohet me paraqit musliman fetar ose edhe teolog si njerëz jo adhutar, duhet me kap kadale për veshin, edhe me kthynia 40-50 vjet mbrapa dhe me kallëzue. Ndoshta s'ka nevojë 40-50, një 10 vjet këtë luftës, ose nëse me kthy deri te Mulla Idris Xhilani e paratina, po besoj që ju ka hije gjithë aty në mu për ull, nëse flitet për një adhetar, për një patriot, edhe për një luftetar i çështjes kombëtare. Që kjo është ajo pjesa e parë që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për Mulla Idris Xhilanin, për gjitha figurat tona kombëtare. Edhe ju kisha porosit që kur të folni për figura, kush do qofshin ato, na ka hije me qenë të rezervuar. Edhe nuk ka mirë më qu tu një farë kastravesi, edhe me fol për figura, u kanë shpion, s'u kanë shpion, pa pik nevoje. Funit janë njerëz kompetent, janë akademik, janë njerëz historian që ju ka hije me fol. Po jo secili çohet, secili dyti, kjo kontratar, kjo kon shpion, kjo kon ashtu, kjo s'u kon ashtu. Domethënë, s'do me të figurë pa një losë, pa u përmen për të keq. Po kthehemi tash, po hina në jetën e Mulla Idris Xhilanit dhe do të bëj përpjekje me ndonjë 2-3 pjesë, sepse keni parasysh që nuk është lehtë me fol për këtë figurë. E para do të hina ne le të njoftim të shpejt me tregu kush ka qenë, kështu e në datat e lidhjes ku ka jetuar kështu më radhë. Në pjesën tjetër do të bëjna përpjekje me kalu në atë sferën tjetër Mulla Idris Xhilani si një hoxh, një dietar dhe rolin që ja ka dhënë dijes, edhe veprimtaria e tij shkencore, edhe përpjekja e tij për me behap shkencën e dijen. E treta është veprimtaria e tij adhetare, luftat që ka zhvilluar, edhe qëndrueshmëria e tij e paepër për me realizu aspiratat e bashkimit trojë shqiptare, edhe fundit është disa fjalë të turta, disa fjalë të mëshme, edhe vdekja e tij. Mulla Idris Xhilani ka lind normal në fshat të qytetit njoftë të Xhilanit. Veleknis është një qytet, një fshat në periferitë e Xhilanit. Tash ja kanë ndru emrin, ja kanë bu Idrizaj, ja kanë gjitë në bazë të hoxhës. Ka lind me 4 qershor 1901. Baba i tij ka qenë Hajrullah Hasani, i cili është përsekutuar në vitet 1944. Është masakruar dhe kur nuk është ditë ku ka mbetë gjenazja e tij. Ka qenë edhe ai një burr fetar i fortë, adhetar i madh, edhe sigurisht Mulla Idris Xhilani është formu të e pa babën e tij, të e pa patriotizmin e babës tij edhe të e pa sakrificën e familjes tij në tërësi. Nëna e tij është Sal Smakaj, Hajullahu me Salen i kishin 4 fëmijë. Domethënë i kanë pas 4 djem,
më i madhi prej tyre ka qenë Mulla Idrizi Xhilani. Shkollën e fillon Mulla Idrizi në Mejtep. Se di këta trit nashta kanë dëgju për Mejtepet, sigurisht keni dëgju. Mejtepet kanë qenë shkolla që i kanë ngritë Perandoria Osmane, kanë qenë 2 nivelesh. Niveli i parë, para viteve të 40-ta, ka qenë Mejtepet janë marrë kryesisht me dije fesë, edhe materia që është trajtuar ka qenë kryesisht religjioze. Ma vonë, Mejtepet kanë pas karakter edhe ma të gjamë shkencore, edhe janë përfshi edhe shkencat eksakte dhe shoqërore, dhe ka pas mësuesit e këtyne shkollave kanë qenë kryesisht hoxhallar, imam që janë trajnuar se janë përgatitur në Stamboll, edhe i kanë pas ato diplomat që i kanë quajtur atëherë ijazetet. Ijazeti është përcjellja e një hoxhe ose marrja e dijes nëpërmjet një mësuesi para prag ndaj mos ne ja ka dhënë atë ijazetin që ai e ka drejtën me shpjeguçat lanë që ka marrë prej hoxhës tij. Në Mejtepin e Cernicës e fillon mësimin e tij dhe aty mëson deri në vitin 1911. Tregon zgjarësi të madhe edhe tregohet nxënësi më i mirë. Tash po flasim, kjo Mejtepi këtu është shkollë fetare, e cila ja ka bërë të mundshme me i njoh në këtë fazë shumë mirë çështjet fetare, edhe me mësu një pjesë të bukur të madhe dhe gjuhës arabe, po dhe gjuhës osmane. Ma vonë, mas 1911, baba i tij e dërgon një shkollë në Gjilan, i kanë thonë atëherë Rushdie. Rushdie ka qenë, sikur me thonë sot, shkolla e mesme, parafërsisht çaj tretman më konë. Edhe ajo shkolla e mesme në Gjilan, që kur është shku Mulla Idrizi Xhilani, nuk ka pas krejt kështu orientim religios, fetar, ka pas edhe shkenca tjera, e sidomos, shkencat e menaxhmentit, edhe baba kur e ka quajtur me qetë synim. E kryen, ose në fakt pak para se me kry këtë shkollë, ndodhin luftat ballkanike të asaj kohe, edhe pak më vonë mbyllet edhe kjo shkollë, sepse në atë kohë kryesisht shkollat që kanë pas landë jashtë fesë i kanë mbyllur, ndërsa shkollat që kanë pas veç landët e fesë nuk i kanë mbyllur. Kjo shkollë ka fatin edhe kjo mund mbyll. Edhe Mulla Idrizi Xhilani ka lënë prej kësaj shkolle, vitin 1913, ka lënë në medresën e vjetër të Xhilanit, që ka qenë tash si një punë fakulteti, edhe aty fillon me përgatit disa vjet, 1913 dikon deri 1924. Mirë po para pej 1924 deri 1925 detyrohet me shku në shërbim ushtarak të Mbretënisë Jugosllavisë së atëhershme, edhe ndërprin studimet, 1 vjet shërbim, për mu kthy më vonë me 1926 në moshën 25 vjeçare e mbron provimin e ijazetnames ose qasoj diplomes. Mulla Idrizi Xhilani në moshën 25 vjeçare është i diplomuar për çështjet të fesë. Edhe kur po flasim tani, i ka ditë disa gjuhë. I ka ditë arabishtën, i ka ditë turqishtën, serbokratishtën, edhe ka fol shqipen. Nëse më pyetni pse thuhet e ka fol shqipen, kur thuhet e ka shkruajt turqishtën, e ka shkruajt arabishtën, edhe ka fol e ka shkruajt, për arsye se në atë kohë ka qenë ndaluar me thonë e shkruan shqipen. E fol shqipen ka bo a shkruan, për arsye se u konë ndaluar me shkruaj temat ose leksionet ose eventualisht në libër, u konë ndaluar me shkruaj shqip. Pa që ta në riasetin e Bosnës atëhershme ose Sarajevës, ajo që më thonë Bashkësia Islame atëhershme, në atë protokollin e Mulla Idrizi Xhilanit, në atë listën, dhe më thonë, ose në atë faqen e në atë profilin e tij, thuhet se i ka ngjoftë çdo gjuhë, e ka shkruajtur dhe e ka fol arabishtën, turqishtën, serbokratishtën, e ka fol shqipen veç.
sepse u konë ndaluar me thonë e shkruan edhe shqipet. Dhe qysh në atë kohë do të thonë ka qenë i njohur për disa shkrime, ka qenë një revistë atëherë vjetore, Glasniku, kush e ka nashta dhe i ka radi ku i ndonë, ma herët, e aty thuhet se Molla Idrizi ka pas tema të mira, po normal, në gjuhën, ose kanë qenë serbokrate, ose kanë qenë gjuhën turke, ka qenë ndaluar me u shkruaj në gjuhën shqipe. Masi e kryen, do më thonë, vitin 1926, e përfundon edhe merr diplomen, e mrohet si imam në një fshat, në një xhamat pidiqit në rrethinën e Karadakut. Edhe aty shërben deri në 1927 si imam. Po thuhet prej kësaj kohe Molla Idriz Xhilani nuk ka qenë vetëm një imam, ka qenë edhe një reformator, ka qenë njëri i gjallë. Thuhet shumë interesant, kur një vet nuk e ka marrë këtë rrogën. Një pjesë të rrogës gjithë e ka organizuar me xhamat, edhe ka arrit në çato zonat ku ka qenë, sidomos në domethënë zonën e Karadakut, afërsisht çdo fshati, nëse ka pas xhami me ndërtu hoxhës imamit shtëpinë, edhe afër xhamis me ndërtu mejtepin. Se mejtepi ka pas tretmanin e shkollës, që që thamë më herët. Edhe me xhamatin e tij ka arrit afërsisht, domethënë imagjinoni, dikon veç Xhilani me rrethin i ka pas 39 mejtepe. Po tash 39 mejtepe ju kur t'i përktheni mund me thonë 39 shkolla. Edhe Molla Idriz Xhilani në atë kohë i ka pas nxënësa me drejgja që e cekum më herët, me drejgja e Xhilanit, i ka pas 734 nxënësa. Prej tyre 326 kanë qenë femra. Molla Idriz Xhilani llogaritet një reformator, sidomos në aspektin e shkencës e dijes. Ai ka një mori fjalë turta, që amboni përshtypje dhe e transmitova, sidomos prej historianit Muhamet Pirakut, amboni shumë përshtypje një analizë kur e ka bën çat gazetë, çat revistën Glasniku, edhe amboni shumë përshtypje niveli i tij akademik, shumë njëri i holla. Kishton kështu, sikur mos të ekzistonte Mekka dhe Medina, nuk do të ekzistonte Damasku, edhe shkenca në Damask. Është fjala për civilizimi islam në Siri, në Damask. Sikur mos të ekzistonte Damasku, edhe shkenca në to, nuk do të ekzistonte Bagdadi. Se ma vonë, e dini që Khilafeti Islam ka jetuar një kohë gjatë në Bagdad, në Irak, domethënë. Dhe mungesa e tij, mungesa jo vetë e Bagdadit si qytet, e shkencës. Mungesa e shkencës në Bagdad nuk do ta kishte prodhu Samarkandin edhe Buharën. Dy qytete nazi thellë atje. Sikur mos ishin shkencat në Samarkand dhe Buhara, edhe shkencat e profileve të ndryshme, astronomi, fizik, kimi, mjeksi, filozofi e shkencat tjera, nuk do të ekzistante Andaluzia, Spanja, 8 shekuj. Sikur mos ekzistante, ose e ka citu kështu, drita nga Andaluzia, po të mos ndryqante vallë si do të zgjojë Evropa. Qëto Evropa që po na falni ju, ka ardhur drita kësaj Evropës. I ka jetë orë dhe ndryshimi. Ky e kthem këtë ndryshimin prej Mekës së Medinës. E qetat dritën e Mekës së Medinës e qet në Damask, prej Damaskut të qenë në Bagdad, prej Bagdadit në Samarkand, Buhara, prej atij të qenë në Andalus, prej Andalus të vjen në Evropë dhe ju ka zënë evropianëve që këtë dritën që ju, domethënë, veç e keni tash mburni me ta, e keni në fakt prej Mekës dhe prej Medinës. Po kthehemi edhe një herë si imam punon, domethënë në këtë periudhë deri në 1927. Pastaj transferohet në një zonë tjetër, në një hapësirë tjetër, në rrethinën e Hogushit, edhe aty shërben bukur gjatë imam deri në vitin 1938. Në vitin 1938 zgjidhet
në mezhlisin e kuvendit fetar arsimor në Shkup. Zgjidhet si vajz, si tash na i kena kryimam me që gjuhën. Kryimam do të thonë njëri që e mbikëqyr krejt diskursin e ligjëratave fetare. Do të thonë përgjes për krejt mësuesat se në atë kohë kryesisht imam kanë qenë mësuesa, i kanë mësuar nëpër mektebe. Mullaj Idris Xhilani zgjedhet në atë kuvendin fetar arsimor të Shkupit si njëri prej figurave kryesore, sidomos për pjesën e Kosovës, edhe për shef Bujanovs, edhe një pjesë Sanxhakut, është, domethënë, për ata ka shumë detaje tani këtu në çfarë forme ka mbikëqyr krejt mektebet. Çka më bëni përshtypje ish një mekteb ish me emrin e xhamisë tonë, Gazali Bek, e cila ka funksionuar në vushtrinë e atëhershme dhe Mullaj Idris Xhilani ka mbikëqyr ato dhe krejt zonat ose hapësira tjera ku kanë vazhdu këtu mektebet, që na morën vesh janë shkolla në cilat kanë mësuar njerëz. Kjo zgjidhja e tij ose futja e tij në këtë bordin ose në këtë mezhlisin e kuvendit fetar arsimor të Shkupit, tash po flasim tash për krejt ish Jugosllavinë e atëhershme, e fut Mullaj Idris Xhilani në ngjarje shumë, sepse tani ka kontakte me krejt hapësirat, domethënë ka shqiptar, takohet me krejt hoxhallarët e Bosnjës, takohet me krejt myftyllet edhe myderrizat që kanë ardhur prej Istanbullit, edhe Mullaj Idris Xhilani bën një figurë të njoftën për krejt trojet shqiptare. Deri në 1938, domethënë ka qenë kryesisht imam dhe ka punuar me njerëz. Prej 1937 në fakt, e fillon është periudha e rezistencës, ku merr pjesë në shumë lufte dhe në shumë betejë. Edhe qatë shumë ka betejë edhe që shumë ka lufta, sa që kjo libra që ne kam para vetit, pjesa dërmuese e saj është këtë betejë, këtë është lufta. Nda apo do me Qetnik, apo do me Bulgar, apo do me Hungarez, apo do në lufta me partizan, apo do më thonë luft mas lufte. Është interesant që ka qenë luftetari i madh dhe sidomos në pjesën e Xhilanit në Kosovën lindore, tash nëse mundem i them, i ka prik këtë luftë dhe shumica e luftave i ka fituar. Ka qenë luftetar tepër i rrymë. Më bani përshtypje një detaj, ato rrugtimet kur i ka bën, rrugtimet prej fshatit në fshat, kryesisht i ka pas një atë, një kali të mirë. Ka një detaj që nështë edhe me qëllim me lash pak me vonesë, në atë sferën e tij të ngushtë familjare ka pas shumë sprova. Martesën e parë e ka pas me një grua, Tahire Murtezi, e cila vdes në lindje me gjithë fëmijë. Mas saj, martohet me një grua tjetër, Feride Purishin, e cila vdes pa i lënë fëmijë, edhe ajo. Ma vonë martohet me Hatice Bajram Regjepin, me të cilën edhe Zoti ja fal 3 fëmijë, Eminen, niti 1936, Musen Musajn, 1938, edhe Isen Isajn, 1940. Hatice ja vdes, ka jetu edhe mas hoxhës, gruaja e tij, domethënë i ka rrit jetimat edhe mas vrasjes së tij, e ndjera ka vdek niti 1971. Deri atëherë ajo i ka rritë dhe i ka pregadit 2 djemë dhe vajzën e hoxhës ndër. Ka pas një jetë kështu, ajo që harrova më tregu është se këtë gruën e tretë tash me të cilën i ka pas fëmijën dhe ka bë shumicën e jetës, kjo gruaja ka pas trashëgimi shumë. Këtu në herë po marrë mirë kur u këtu në herë edhe femrë se ka dhënë pjesën e vet, trashëgimin atë pjesën që i takon. Edhe Haticës, baba i ka vdek në luftë, kujdesari saj ka qenë Migja, Agja. Edhe Agja, kur u martu Haticë te Mullaj Idris Xhilani, me vete ka marrë edhe pasunin që i ka taku prej trashëgimisë. Po kjo nuk i ka shku për shtati Agjës, se ja ka
paku atje mallin e babës, edhe thuhet se I qet ja 2 vjet me vra Mollaj Drizin, Mollaj Driz Gjilanin, ma akmar se ka marrë grunë me pasuni. Po shumë I shkath në lufta, 2 vjet I dalin përpara, 2 vjet I dalin përpara, sa mu në gjujnë, zbret për I kalit, ja u këthen atyne edhe veç pak në kam plagusit. Edhe të nestrit I shkon atina në shpe, mikut, agjës grus, edhe thot, tim ke vra, po Zotës më ka vra. Për hirt qytatës kombëtare, për hirt të dhej, falë kuft, nestra shkujnë e falëm drejken bashkë Gjilan. Edhe të nestrit, normal mas I ka një populli krejt, habitet edhe populli çfarë zemërgjërsie, nestrit e falin drejken bashkë një xhamit Gjilanit. Mollaj Driz Gjilani, sa I përket, do më thonë, deri më thashtë edhe njëherë, nëse këshim mujt me da kështu në gjeneral jetën e tij, është ajo faza e arsimimit, do më thonë, deri në vitin 1926, kur e merr ijazetin ose diplomen, edhe llogaritet profesor I fesë. Prej asaj periudhe është periudha e shërbimit të tij me popullin, hizmetit që ka vu popullit, edhe sakrificën për me bashku shqiptar, na vonë do të lexojmë edhe ato fjalë të urta, ka qenë një protagonist I madh I përpjekjes me bashku shqiptarët edhe si hoq shpeshherë, domethënë e ka qenë prioritare në shtatat e caktuara edhe aspektin kombëtar. Në bazë asaj që unë sot edhe disa ditë kulëm tu për jetën e Mollaj Drizit, Mollaj Driz Gjilani ka pas 4 karakteristika që mendoj se do të mi pas parasysh, edhe sa do që të lexoni për jetën e këtij burri, keni mi vret 4 gjana që janë specifike dhe të veçanta për personazhin e tij. Karakteristika e parë është qasja e madhe e tij për të ardhmen e shqiptarëve. Prokupimi I madh për të ardhmen e shqiptarëve. Edhe shumicën e jetës, domethënë ka kalu jashtë familjes. Gjithherë në përpjekje me shpëtu këtë vend. Edhe prokupimi I tij natën edhe ditën ka qenë çështja e adhëut. Çka po bëhet me shqiptarët? Ku po jetë fati I shqiptarëve? Çka po ndodh me ty keni parasysh shekulli 20 ka pas ndryshime të mëdha edhe politike edhe domethënë territoriale. Edhe shqiptarët gjithë janë kanë në kiamet. Kjo e karakteriston shumë këtë burr. E dyta, predikimi kombëtar dhe fetar. Predikimi kombëtar dhe fetar. Ndërlidhja shumë e ngushtë mes shpjegimit fesë edhe ndërlidhjes saj me aspektin e adhëut. E dyta këtë, e treta është ngritja intelektuale dhe shkencore, njës shumë I mirë, domethënë, edhe I politikës, edhe I shkencave, edhe I fesë. Edhe e katërta është dija dhe guximi në proporcion barabartë. Se ky është telashja e kohës. Me ditë dhe me koj guxim shumë, me ditë ti ka bëj doktor, e shkencëtar, e fort I mëshëm, po ashtu me bë pak me kërcënu. Selam aleikum, prima vete. Këtë çaj dini shkel. Tani herë ki njerëz shumë të guximshëm, e tri mësën e po s'din kur gjithë. Kur të koqit pa vend, si një serë. Përputhja këtyre 2 poleve të Mollaj Driz Gjilani mes guximit të madh edhe dijes edhe domethënë proporcioni I barabartë mes këtyre 2 fushave e bën tepër njëri të veçantë këtë burr. Përndryshe, sado që të lexoni për figura, zakonisht është zjarr mi bë me gjetni njëri fort mëshëm, edhe fort azgën edhe fort trim, njëtin ku zakonisht kanë herë kur lexoni për trima, janë kanë shumë trima po shkollë s'kan pas. Ose janë kanë shumë të shkollum, po trima ka pushka të nej, s'ka pas se mu prek. Pe I njerëz të veçantë është Mollaj Driz Gjilani që edhe të spit, edhe këtë gishtin gjithë I ka marrë paralel, edhe I ka pas thonë gruzët vetë se ka mungu shumë të normal, ka mungu shumë të gruja, edhe ka thonë
kur të qajna jushtar edhe me t'i lyp të spit, dije që jem gjallë dhe edhe u konë kjo ajo maksime e ti e njohna, kur e ka quna jushtar të gruja edhe normal e ka eduku dhe gru në mësëntur, e konë kohë krize, e konë ajo periuda kur njëri s'ka gëzoft u dhe murit shpionën, 4 murit mos falë se të shpionën zidi, murit shpionën, e u konë ajo faza kur ti ka lyp mullaj dhe zgjilanit të spit, gryja ti automatikisht e ka ditë që hoxha dikun ko ka gjallë, edhe po jetaj ka. Qitojen 4 karakteristika që e veçojnë, dhe mon hoxhen, qasja për të ardhmen e shqiptarëve, predikimi kombëtar dhe fetar paralel, nuk ka qenë veç një hoxh, ka qenë edhe një adhetar, edhe mundu krejt tekstet e fesë me i fut në shërbim të ardhejo, ngritja intelektuale dhe shkencore, dhe funit është dija dhe guximi ishin në proporcion të barabartë. Edhe njerë po du me nda këtu fazat historike tjetës ti, dhe më thonë, deri në vitin 1926 e kryu në shkollën, prej aty shërben deri në vitin 1938, prej 1938 deri në vitin 1941, kryesisht ka lufta, beteja, angazhime luftarake, prej 1941 i jepet kryesisht politikës. Edhe është themeluesi disa organizata legale dhe ilegale, kombëtare, për me mbrojt kufit e trojës shqiptare, ose për përpjekjen me i bo bashkë krejt shqiptarët mrena trojëve etnike shqiptare. Prej 1941 kryesisht merret me aspekte politike, edhe i prind organizata ndryshme, disa legale, disa ilegale, deri në vitin 1949, kur faktikisht është edhe fundi I tij, dhe me datën 22 nëntor 1949, hutba e atëhershme e zan edhe e bin në burg Gjilanit, e majnë disa ditë, dikun 2-3 ditë e torturojnë formën ma të dëmshme, edhe me datën 25-26, dikun me ngjesin e datës 26, 1949, e nxjerrin edhe një vend glam në territorin e Gjilanit, e gjujnë kufomin e tij, e lyjnë me benzinë dhe e djegun. Normal vritet që e ka dëshiruar, sepse ideali I tij ka qenë me vdek ball për ball pa ja kthy shpinën armikut. Edhe për atyre thanjeve të njohur të tij është shahidi bëhet vetëm ai që ka fatin goditet nga ana e përparme në ball. Madaj drejt Gjilani se ka llogarit shahed, ai njeri që han plumin për mas. Ai ka thonë shahed veç ball për ball. Edhe stoik I ban poshtë. Edhe një gjatë tjilë ka kërku deri në fund të jetës, edhe Zoti Manushëm ja ka dhënë edhe ka vdekë si dëshmor. Normal, dikush mund me thonë që na si hero që njohim, a mund me thonë që ka që shkurt veprimtaria e tij, sigurisht mos t'i hina në hak se unë ju kallëzova që kush don detale, do të me lezu veprën e Muhamet Pirakut, që nuk ka detaj krejt për që ka folë Zoti dhe që ka vdek, sidomos sfera e luftave edhe e atij kontributit për ardhej, I cili është qaq voluminaz edhe qaq I përpikt edhe I vazhdueshëm, sa që do të me ditë tona me vazhdu, po na mjafton thjesht neve që me marrë një pasqyrë të shkurt, dhe thjetës ti ju kësha porosit më kthy me studiu magjërsisht jetën e tij, prej vitit 1901 dhe në vitin 1929. Më thonë, krejtësisht ka jetu veç 48 vjetë. Për I fjallëve turta ti, thotë kështu, pa shkollim fetar, nuk ka fet mirë fillt. Pa shkollim fetar, nuk ka fet mirë fillt. Pa pas hoxhallar të shkollum, s'ka fet mirë fillt.
Gjahili është argat i robërisë dhe i xhehenemit. Gjahili, ai që s'din, është argat i robërisë edhe është argat i xhehenemit. Kur është zgjidh, më herët thash, kur është zgjidh si kry imam ose kry vaiz në atë bordin e këshillit arsimor fetar të Shkupit, e pa thonë një fjalë shumë turp në të o Zot, urrejtje në zemrat e njerëzve shndron në dashuri. O Zot, urrejtjen e njerëzve në zemrat e njerëzve shndron në dashuri. Te pa feve dhuroju besim. Syve vepër falu dritë. Për i fjalëve ti turta. E treta thot, liria e vatanit nuk fitohet me parti, e me tarafe, e me të pafe, e me shkijet e veshur shqiptarqe. Mushët me janë, u kam këtë menejme qëtë ditë. Liria e vatanit nuk fitohet me parti, e me tarafe. Tarafe është qëtu me tarafi bjen anë. Me anë, me krahina, me zona, me ndarja fjala, me coptime. Ta ke po që dojnë zonat të kemi fitu qëtu, jo me ndarje, nuk fitohet me ndarje. Liria e vatani nuk fitohet me parti e me tarafe. E me të pafe, e me shkije të veshur shqiptarqe. A dini, ka pak të lashe ka pas kjo shqiptar veshur me shkije sa dush. Sigurisht to ka thonë për i najzori dhe se në qëto periudat kër kanë leftu së në mos këndër partizanve, shkoj farë munafiku aty e kish pa vetë. A i mrenan haka ata partizanët, kush është më hak të edhe. E kështë pa bo fort dhe vaza, e kështë pas një koran kurse kështë jek me i gjepit, Musafin e kështë pas. E kështë qitë atë në midis ledine, e kështë qitë dorën një Musaf. Jo dorën pa altine, e kështë qitë një Musaf. E kështë tonë, pasha këtë koran të Allahit. Dhe e Shqipnisë mësë më lashtë mrena. Ne jemi të bë luftë drejt. Pasha koranin, edhe pasha koranin Allah, dhe e mrena, dhe e Shqipnisë mësë më lashtë mrena. Lufta jonë është të drejtë. Të drejtë jemi para Zotit, të drejtë jemi para popullit, drejtë jemi para historisë, të drejtë jemi para vatanit. Edhe këtë tu ju kanë vërtet u malo. Për fjallëve turta ti është të ndihmojmë një tjetrin me fjallë, me pen, me porosi, të duhemi si vëllezër. Aspektin e vëllezërisë ka qenë si trajtus tepër i holl i aspektit vëllezërisë. Qatë gazetën Vllazniku i atëhershëm ka pas një profil aty ku ka shkrujt shpesh për aspektin e vëllezërisë në Islam, që duhet me dashur muslimanët njëri tjetrin. Kjo punë e vëllezërisë që diskuton hoxha i nderuar, avdhetari Mullaj Idris Xhilani, na çon të një kuptim shumë rëndësishëm që kishim mujt me konsideru si specifike pestë, se na katra i cekun më herët, si veçori që është veçuaj, e pesta është se ka qenë një si miri prioriteteve. Mullaj Idris Xhilani e ka ditë në moment që duhet me vepru, e cila është belaja kohës tonë. Dhe më thonë, ka njëherë, shumë është e shëbëqe. Prioritet është na me konë vllaznik, edhe çdo temë tjetër, që e cënën këto zut me qenë, zut me diskutu. Apo ja, së është prioritet. Nuk po flasim veç për fejë. Këtë jetë ka shumë angazhim, këtë jetë ka shumë detyra, këtë jetë ka shumë obligime. Nëse nuk je një si miri përparsive, ti e din qysh, ke mu merë me dhe gjanat temta në periudën kur ty jënë të të hubë gjanat madhore. Qashtu na përbojnë ka njerë, na du të me ditë cilat janë prioritete kohës tonë, qka du të me trajtu dhe qka du të me dhonë rëndësi. Edhe qka s'do të me pranu, më në cenu. Ky njëri ka mendu se
aspekti bashkimi shqiptarëve, ndihma mes një tjetrit, ofrimi i tyre, është prioritet i kohës, edhe ai thot, s'do të me liu as feja më nëndo. As feja më nëndo. Ai thot i kemi 3 feja, po e kemi një abdhej. Një fjallë tjetër. Sepse ai ka qenë prioritet, ai ka konsideruar se është periudha, është ku, o momenti që du me konë përbashkët. Edhe s'do të asisem me liu më nëndo. Fejt mbesin fej. Unë jam musliman, ti je katolik. Ose ortodoks. E rëndësishme është për momentu të me qenë bashkë, sepse është çështja adhetare. Kjo është problematike kohës tonë, kjo është problematike. Na, ka një herë adhe që apolipum. Ne apolipum vllazëri unitet mrana neve, gjithë pashku të fejt tjera. Sepse na po jetojnë një kohë, kur njerëz po dojnë, jo më bo përqare mes fejve, më bo përqare mrana muslimanëve. Jo më veç me fejna për feja, të pjo bujnë Allah atyne. Përqarja mrana për mrana, safa aftën. Kjo është, në shtë e shala Zotin e pjetë në herë me diskutu që temin e prioriteteve, po du kështu në shumë shkurt me thonë, një pjesë bukre madhe problemeve të sotit janë rezultat i mos njohjes të mirë të prioriteteve. Çka është prioritet? Edhe në jetë edhe në fej. Edhe në temat e fejsë. Edhe në temat e fejsë. Këtë e mash njëri me bo fetar. Tja pedin që du të me dhonë mas pari ati. Po, vëlla. Unë e di që me dhonë ati mas pari. Mas pari me adhru me dhejbin. Mashallah. Allah është shëmblet. Po dhe ishë me bo punë malë. U falë kështu, se janë e fi, du të me adhru me dhejbin. Mashallah. E qove në gjenet me njera. Në raja me dhejbin, u kryar. Ai që ka me kamat s'ka gajle. Ai ka pak qyrë harame kështu s'ka gajle. Ai dy bidos, dy lidhe me kry si ka, s'kry në shkoda, s'lezon kur, s'ka gajle. Prioritetet janë shumë të rëndësishme. Mullaj Drejt Gjilani ka njohë shumë mirë këtu, për që ta nuk o që di, për shamull, nashta për neve të ka njëherë kur ka thonë ai, na jemi 3 fe, e atë dhejmë në kemë një, ka dikush me neve se kuptan, po ai ka qenë prioriteti kohës ti. Aja ka po që duhet, është të rrezikshme ndarje në atë periudhë. Të ndihmojmë një tjetrin me fjalë, me penë, me porosi, të duhemi si vëllezër. E ka edhe një fjalë shumë tur, du të me gjetë gjithësysh, e më pëlqej shumë, ka thonë se i përket këshillave, fjalëve, në qatë periudën kur është marrë shumë me aspektin e humanitetit, e ndërtimit me i teteve, krojeve, shpijave, faza e asoj ndërtimit social që ka vone me për popull, e kish pas një fjali shumë, dikun e kumë shënu gjatë pregaditjes, sigurisht kemë me gjithë, kur ai thët kështu me kuptim, fjallet e thënura, fjallet që thuhen, ka mundësi mu harru. Punë që ofrohen popullit s'ka mundësi mu harru. Punë nuk harrohet. Une këshillën tem, që kur të adhonë e ty, ti më në me harru këshillën tem. Shërbimin kur të bëj, nuk më në harën shërbimin. Une me marrë me të folë 2 saat të shpia, këti harën. Marrë me ta marrë shpin, s'ki ku me harru. Me që të kuptim e ka thonë. Edhe mu më pilqej shumë që kjo ma vitë, se na sëdë dhe si fetar, dy qysh e kena kriju një farë opinioni që shërbimi ma i madha vëshmi full njëzve. Fjallë, bili tash e më bo shumë, fjallë mas shumë të rëzik mu haru tash. Nëse dëni mus mu haru gjanat, duhet mi u bo shërbim konkret njëzve, që preket e aja asë njerë, në asë një situatë ka mundësi mu haru. Këtu ishin disa fjallë edhe ato të shahidit që tash, shahidit bëhet vetëm ai që ka fatin të goditet nga anë e përpar me në balë. Nga çdo anë tjetër nuk konsiderohet shehim. Edhe e funit është e që ka qenë dore dhe është betuar. Ky është shkurtimisht Mullaj Drejt Gjilani, periudha e tij domethënë 1901-1949, i njëri që rrjedh për një familje të fortë fetare dhe kombëtare, i njëri ka litur në shumë sfida dhe beteja, jepet mas shkollimit në fazën e parë, jepet mas shërbimit fazën e dytë, i shërben popullit, në fazën e tretë jepet mas luftave
politikës, edhe në fund e përmbyll jetën me shejllëg, vritet në duhet e udhëve sa tërshme, mënyrën ma mizore, inshallah Zoti ka pranuar dëshmor. Edhe njëherë, kështu nëse kisha mujtë si amanet për përcjell të ju, ka shumë shkrime për Mullaj Dërgjilani për internet, për Google. Kisha dasht kështu më marrë si amanet për meje këthenu edhe lexoni për këtë njëri. S'po gëzoj më thonë për këtë libën se shumë e trashë ditë se lexoni. Po nëse kjo ju duket shumë e trashë, këthenu për internet lexoni të pakten mos e lëni pa lexuar dhe pa pas. Unë mënova kështu veç një skelet tjetës ti, sepse ato aspektet historike edhe nuk jam shumë i thirrur me i trajtu, sepse ka shumë, do të më kanë ka gjatë njërës që mirë edhe historisë, për me i spjegu pozicionit e ti historik, kur ai çu është pozicionu. Mirë po, pata dëshirë në formë skeletore, kështu më tregu jetën e tij në general, edhe normal më uni krenar në gjithë si musliman që kem pas një hero kaq të madh. Edhe kjo më na shty më kthy me lezu figurat shqiptare, patriot shqiptar, xhallar shqiptar, që ke libra që e Muhamet Pirakut, është unë kum pas rast me shkletu pak, ju kisha lut kush e ka me këshyr sa imami o sakrifiku e ka luftu për çështjen e abdhejt. Krejt figura që i keni këto dhe i keni me fotografie krejt i keni ka pushbart, ka vritën e ka masakruar e ka torturuar për çështjet e abdhejt. Këta tash që vinë, ta shefat e fundit këtu, edhe hiç pa lodhë i akuzojnë në xhallarët, i kritikojnë në xhallarët, nuk është e ndershme, për arsye se institucioni Hoxh, edhe mulla, është institucioni vjetër të na në trujës shqiptare, dhe kushdo që e prek Hoxhën, mos harron se ka prek edhe një pjesë të historisë, edhe të asoj kulturës islame. Ajo është pika më e ndjeshme që guxon dikush me prek. Kjo puna, tash më falni edhe që të pik, kultura islame të shqiptarët. Kisha dhënë veç një detaj në vogël që është më rëndësishëm. Kultura shqiptare ose kultura islame të shqiptarët. Na tonë besojmë që kultura islame është pjesë përbërëse e kulturës shqiptare. Apo jo? Kultura islame është pjesë përbërëse e kulturës shqiptare. Edhe na nuk pranojmë mi nda këtu. Na jena shqiptar, po kultura islame është pjesë përbërëse e identitetit tonë kombëtar. Në qëtë fush i keni një 4 pika që të mi pas parasysh. Këtë historiantë, kur e kanë studiu kulturën islame shqiptare, i kanë fol 4 pika. Ose i kanë do 4 dimensione. I para është politika antifetare dhe pasojat e saj mbi kulturën islame. Sa herë të hish me fol për kulturën islame si pjesë përbërëse e kulturës shqiptare, e gjanë aty një vëllëm të madh antifetar të mënu me luftu fenë. Të mënu me shkëput kulturën islame prej kulturës shqiptare. Të mënu me paraqit islamin si të huj, që që këmë thonë sot një javë. Të mënu me paraqit islamin si diçka të huj. Harrova me tregue, Mullaj Dërgjilani prej shkollës të mesme, u konë hoxha i vetëm që e ka bojtë sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ka pas mjekra, edhe mjekra e ka bojtë mundshme Mullaj Drizit me zhvillua dhe veprimtari kogja të rrezikshme, se bukur do shpihunave tradhtare se ka marrë mendje që hoxha deri çfarë fell mund me hija. Se si e kam pa hoxh me mjekër, ka thonë ky veç kuluvallaj një natë ai nas, din të dërsen, edhe zakonisht e kanë leju. Po mjekra si sunet, më thonë është kulturë pjesë përbërëse e kulturës shqiptare, s'do po që ditë, t'ja pari njëri mjekërën, se nuk është e importune, kjo është këtu moti, herët është. E dyta është
arsimimi islamik në trevat shqiptare. Ka studim qysh është zhvillu arsimi islam të trevat shqiptare. Ty e fillu për i Mejtepin. Që këtë Mejtepet që të ka në fillim, do në analizë. Mejtepet e kanë filozofinë edhe. Mejtepet kanë qenë sistem arsimi, gjeni parasysh. Jënë arsimonjes. E treta është shtypi islam, veprat, që ata ilmihalet, ajo pjesë e kulturës, edhe fundit është personalitetet e kulturës islame, që janë njëjtën kohë dhe figura kombëtare. Personalitetet islame, cilat janë njëjtën kohë dhe figura kombëtare. Qito 4 pika e përbojnë krejt kulturën islame shqiptare, e cila është pjesë përbërëse e kulturës kështu të përgjithshme shqiptare. Zotin na fort, Allah i shpërblet, na bëni Allah, inshallah shihim sot një prapë me lejen e Zotit.